Pjesa e oborrit nuk është nice, do me thonë, besoj që dash keni me bo toka duhet mu fshipu me kushtrimin edhe me bijen e kam. Tavolina duhet mu pastru edhe duqat e dohanit mu mbledh. Edhe do me thonë ju veç shpuzoret mu ldirë, po gjithë shka mi hiran, okej? Të faktën t'ja nisim edhe t'a bojmë mirë. Masnej, të pjesa e kuzhinës e kam për labin edhe labin e ankes, që me mujta dhe unë mundësisht që keni nevoj për ndimin e Klodit, edhe Klodit do m'joni mu, mundet m'joni mu, po t'lut në adin t'ja nisim darkes, drejkes, t'hajmë dhe qka, për ndryshim më ngjesi u kun shumë nice. Që tu tesha janë tesha që i kum ledhë në dhomën e gjumit Mikarika ose Micepa. T'lut në merë një teshat e ju e qka s'jon hek deri mbrëmje kanë me hinë thes edhe ja t'shojmë vllajt madh. Ashtu edhe njejt për teshat në lavanderi. Teshat në lavanderi ju lahen. E kuna që kjo? Pjaulajn. Veç një sekund labi ta qoj dhe në fund fjallën. Teshat në lavanderi pjaulajn e ju edhe po presni, do me thonë mjau palu, Benita t'lutna, ju po presni edhe mjau palu edhe mjau qu dejte dolapi, apo qysh, nuk është normale. Në momentin që i nshani teshat në lavanderi, duhe me ditë që ja keni një tesh që aty, edhe në momentin që ju lahet, gjithë të cilë